Kryetari i qytetit e Shkupit Orce Gjorgjevski paralajmëroi sot se deri në vitin e ri do të vihet në funksion i gjithë segmenti i nyjes rrugore Momin Potok. Gjorgjevski gjatë inspektimit të sotëm të punimeve ndërtimore në Momin Potok tha se ky projekt kompleks kapital përfshin 5 ura të reja, mure mbajtëse, mbrojtëse dhe shtigje për komsor e biçikleta, të cilat pritet të lehtësojnë ndjeshëm trafiku në këtë pjesë të qytetit. Nyja rrugore përfshin shtigje për biçikleta dhe këmbësor, janë ndërtuar rreth 2 kilometra mure mbajtëse dhe po punohet me gjithsej 5 ura. Ura që ndodhet pranë nesh do të betonizohet të martën dhe më pas do të vihet në funksion për lidhjen e plotme rreth rrotullimin që ndodhet 500 metra larg. Urën e fundit po e ndërtojmë në pjesën e Sarajit, ku ura e vjetër po shembët dhe po zgjerohet. Sa i përket bulevardit Boris Trajkovski në Draçev, Gjorgjevski tha se çështjet pronësore janë zgjidhur plotësisht, puna në trasem po vazhdon dhe afati i përfundimit është gjithashtu deri në vitin e ri, ndërka që ai theksoi se gjatë muajit gusht do të fillojnë edhe lidhjen e Gazibabës me aerodromin përmes bulevardit General Mihajlo Apostolski, ku pritet të përfundojë afati për lirimin e objekteve. Nga ana tjetër, kryeministri Hristian Mickoski paralajmëroi po ashtu furnizimin e qytetit të Shkupit me kamion cisterna dhe makina për pastrimin e rrugëve, po ashtu ai tha se ka përfunduar tenderi për autobuset elektrik dhe aktualisht është duke u zhvilluar procesi i ankesave.